Elton, të përshëndes, çfarë ndodhi në këtë seancë gjyqësore, cila ishte vendimi i marrë nga gjykata e Vlorës? Ka përfunduar tashmë masa e sigurisë mbështetësi Bertil Alliej, i akuzuar për vrasjen e kushëririt të tij vetëm pak ditë më parë dhe më saktë në datën 1 nëntor në fshatin Gjormë të bashkisë së Selenicës. Gjykata e Vlorës, e drejtuar nga gjyqtari Etien Isa, ka pranuar kërkesën e prokurorisë duke vendosur masën e sigurisë arrest në burg për 32 vjeçarin Bertil Alliej. Seanca ka zgjatur për rreth 60 minuta, ka startuar rreth orës 11:30 minuta, ndërkohë që Bertil Alliej ka mbritur në gjykatën e Vlorës në masa të rrepta të sigurisë, ku ka pasur prani të shtuar të forcave të policisë. Gjatë seancës, pak nga informacionet që kemi marrë, ka qenë vetëm një shprehje e 32 vjeçarit që ka thënë nuk jam në gjendje të flas, jam dakord me avokatin tim dhe më pas nuk është shprehur për të tjera detaje gjatë seancës së zhvilluar për masën e sigurisë së tij. Prokuroria e Vlorës ka qenë ajo që ka kërkuar këtë masë sigurie pra arrest të burg për Bertil Alliej, akuzuar për 2 vepra penale, ajo e vrasjes në rrethana familjare dhe mbajtja pa leje e anëve luftarake, kërkesë e cila më pas është pranuar edhe nga gjykata e shkallës së parë të rrethit gjyqësor Vlorë, duke e lënë pra në masën e sigurisë arrest në burg. Bertil Alliej është larguar vetëm pak çaste më parë nga gjykata e Vlorës, fillimisht drejt paraburgimit të qytetit të Vlorës, ndërkohë që sërish masat e sigurisë kanë qenë të forta të policisë deri në momentin e largimit të 32 vjeçarit nga ambientet e gjykatës së Vlorës. Faleminderit Elton Nika për raportimin dhe detajet që ndave me na.